Ju, çfarë do të bënit në qoftë se fillon një luftë? Gjën e parë që do të bënit, cila do ishte? Le ta diskutojmë, sepse të paktën pikë së pari jemi të informuar dhe e dyta që është akoma më e rëndësishme, kemi njerëz, kemi familje, kemi fëmijë dhe duhet që secili të ndërgjegjësohet dhe të kuptoj se si mund të sillet në një moment drastik, pra në një moment lufte. Kush është rastisht i gjithmonë i bëj like faqes që jemi sërish dhe ju falenderoj që jemi prerë bashkë. Ndokush ai do thot, do paragjykoj, do thot, po ç'na thua nga këto mendime onadir, sepse zakonisht kanë vëre që një pjesë e vogël i kanë neveri që të flasim për gjëra të rëndësishme ose për katastrofa apo ku ta di unë. Por është më mirë që ta përgatisësh mendjen, të përgatisësh edhe veten, trupin, sepse duhet që të jemi të përgatitur. Çdo gjë ndodh. Ne nuk e dim se çfarë ndodh nesër. Dhe të jesh i informuar është thelbësore, sepse do dish se si do sillesh kur ti je informuar. Siç e kemi thënë, informacioni është dije dhe dija është pushtet. Para disa viteve bënim një bisedë me nipët dhe mbesat. Dhe i pyeta, po thash një pyetje. E kam thënë në një video këtë, po dua ta përsëris edhe një herë. I thash, më thoni pak, thash, në qoftë se sot jeni pa asgjë, pra jeni pa një njeri, pa shtëpi, pa raj një tërmet, apo një vulkan, apo ushëm shtëpia, ju s'keni asgjë, s'keni as para, s'keni familjar diqen, gjën e parë që do bëni cila do jetë. Dëgjoni përgjigjet e tyre. Përgjigja e parë ishte, se pasaj do flasim, por të kuptoni diferencën mes neve, të një moshe që të paktën 40, 50 vjeç, 60 vjeç jemi ndryshe dhe të rinjt janë krejt ndryshe. Dhe fjala e parë që ishte, do i telefonoj vllajt, do i telefonoj kushërisë, do i telefonoj tezes, nënës, pra gjën e parë të kërkoj ndihmë te kushërinë. Ore, nuk ka telefoni, thash. Mbetën. Po mirë, do vete në këmbë. Është larg, si do t'ja bësh? O, po ti sa e bën tragjike. E zëm, i thash. Pyes, e zëm. Pra, të njëjtën gjë po ju them dhe juve. Gjën e parë që do bësh, çfarë do t'jetë? Në qoftë se ndodh nesër një luftë, sepse situata është delikate, nuk e dini apo jo, por situata mes Rusisë dhe NATO-s është vërtet shumë delikate. Siç u thash para ca ditësh, ndodhi ai aksidenti i famshëm i Pearl Harbor moment, ose më mirë i kalit të Trojës ukrainasve, që shërbimet sekrete ruse pretendojnë se është e organizuar nga NATO. Pra, diçka që ishte organizuar nga NATO dhe jo nga Ukraina. Dhe kjo është një deklaratë e fortë, sepse pikërisht dje Putin la një deklaratë duke thënë që në qoftë se do futet Evropa, Gjermania apo ku ta di unë kush do qoftë në luftën që ai po bën me Ukrainën, atëherë ai ishte detyruar që të përdor forcën. Shiko, deri tani nuk është ndjerë dhe ai nuk është si puna e evropianëve dhe amerikanëve, sipas mendim tim, është ekstremist. Pra, në qoftë se ai kupton që dikush e ka ndihmuar, ditën tjetër brenda 2 orëve ai e ka marrë. E ka rrafshuar totalisht kushdo qoftë, Gjermania, Franca, kushdo qoftë. Dhe nuk lozet me zjarrin. Dhe unë mendoj që është një moment shumë delikat, sepse në qoftë se shërbimet sekrete do të binden për një marrëveshje të tillë ose për një organizim të tillë nga NATO, atëherë gjërat do shkojnë shumë ndryshe. Shikoj, që nga prej kohërave të viteve që unë jam 56 vjeç, por që prej disa viteve, në vitet 80, mbaj mend që thoshin gjithmonë që një ditë Amerika me Rusin do përleshen dhe ajo do të shënojë luftën e tretë botërore. Dhe situata që ka ardhur tani duke sikur është pikërisht ajo e profecive të atëherëve, ose diçka që është e organizuar, nuk e di, sepse duket sikur, nëse e keni vënë re, shkojnë deri aty, pastaj kthehen mbrapsht prap. Shkojnë deri aty dhe kthehen mbrapsht. Pra, sikur të jenë të gjithë bashkë, sikur të jenë të organizuar, mes njëri tjetrit të organizojnë që të heqin nga faqja e dheut një grup njerëzish. Nuk e di, më duket të paktën kështu. Megjithatë, unë shpresoj që mos të ndodh gjë, por në qoftë se nuk është kështu dhe ndodh vërtet që të përplasen mes njëri tjetrit dy superfuqit, unë jam i bindur që një treta e botës, mos themi dhe gjysma e botës do zhduket.
për fat keq po. Pra, si do të silleni ju nëse ndodh një problem i tillë? Çfarë do të bëni? Gjën e parë që do të bënit. Tani po ju pyes juve, siç u thash, unë pyet atë të rinjt dhe përgjigjja e tyre është absurde. Do shkoj në supermerkat, thoshte njëri nga nipat. Është rrafshuar, i thash, nuk kam në supermerkat. Çfarë do bësh? Po do shkoj çka ka në shtëpi. Ore, shtëpia nuk është më. Pra, po të pyesësh të rinjt janë si të çoroditur dhe nëse ndodh një gjë e tillë, një luftë, të rinjt janë të parë që do të çmenden. Do hanë njëri tjetrin, do vrasin njëri tjetrin, sepse nuk din të përballojnë jetën. Nuk din ata që çfarë është e mirë, çfarë është e keqe. Ata do mundojnë që të hanë, të mbijetojnë dhe do hanë njëri tjetrin. Do na hanë neve. Pra, le ta diskutojmë se çfarë do bënit ju nëse ndodh një luftë. Shikoni tani, unë do t'i the versionin tim. Nëse ndodh diçka, gjën e parë që dëshiroj, me një fjalë që mos ndodh, por gjën e parë që bëj, nëse ka një bunker, gjën e parë që bëj, të shkoj në bunker. Nëse nuk ka në një bunker, jam i detyruar që të shkoj ku në një shtëpi nëpër kodra apo nëpër male, nëse është mundësia. Pra aty ku nuk ka shumë popullat, që nuk ka shumë shtëpi. Nëse nuk është edhe kështu, atëre në një tunel nëpër kodra ose nëpër male, një tunel. Dhe gjëja e parë dua të shikoj se si, sepse gjën e parë që bën njeriu, do shikoj se ku do strehohet, ku do ta zër gjumi atë natë. Mirë po duke qenë koha shumë e shkurtër, sepse aq orë ke në dispozicion, gjën e parë duhet gjetur vendi ku të flesh. Pra unë gjën e parë që dua të bëj, që jam i detyruar të bëj, të gjej vendin se ku do fle. Në qoftë se vendi se ku do fle është larg dhe jam i detyruar të shkoj larg, atëre gjatë rrugës duhet gjej edhe gjëra për të ngrënë. Dhe gjatë rrugës duhet gjej edhe gjëra për të veshur sa më trash, që kur të shkoj në vend, të mos kem ftohtë. Unë, fëmijët, familja, po kushdo qoftë. Askush nuk duhet ta di, përveç familjes tënde. Sepse janë pikërisht ata që janë afër, që mund të rjepin, mund të vrasin, dhe askush nuk mund ta di. Pra, gjëja e parë, të gjesh vendin se ku do flesh. Nëse nuk ka asnjë vend tjetër, je i detyruar që të flesh në natyrë. Dhe natyra të ofron shumë gjëra. Me anë të degëve, bën një vend, po thuaj jo shumë nën tokë, sepse ka shumë lagështi, por duke e mbushur vendin, duke bërë një guvë dhe e mbushur vendin me gjethe, duhen gjethe të njoma, edhe pse ato kanë lagështi, sepse gjethet e thata kanë insekte. Kështu që pasi janë bërë gjethet e njoma, nëse ke diçka një plasmas, vë plasmasin dhe pastaj vendos edhe një bezë sipër që të jetë sa më butë. Dhe aty mund të flesh. Nga sipër mund të vësh disa degë të njoma, diskutohet, edhe duke hedhur sa më shumë degë sipër në mënyrë që të bëhet si punë saçi, që ngrohtësia mos iki. Dhe të gjithë familjarët duhet jenë aty për të bërë ngrohtë. Kur nuk duhet ndezur zjarr, kur nuk duhet ndezur dritë. Sepse mund të ketë ndonjë aty tek tokë edhe njerëz të thjeshtë, që ju duken të thjesht, por të mund t'ju marrin, t'ju vjedhin familjen, të mund t'ju vrasin, që të hanë, sepse ka nevojë për të ngrënë, sepse nuk ka për të ngrënë. Ujin e merr tek burimi që gjen, ose tek një kanal ujrash që zbret nga kodra ose nga mali, je i detyruar. Nëse ke në një beze, mund ta filtrosh që të pish ujin, ose ta zjesh ujin. Pra uji, nëse ke dhe ushqim, janë dy gjërat fjetja, uji dhe ushqimi, 3 gjërat kryesore. Dhe pastaj siguria që duhet jetë në vend të parë. Nëse je mes të tjerëve, pra në një vend për shembull afër një fshati, afër një qyteti apo qytete të vogël, të mbash mend që 50% je i gjallë, sepse 50% mund të vrasin në gjumë. Për shumë arsye, për të vjedhur, për të ngrënë, etj. Ose edhe për të përdunuar familjarët.
Sepse njeriu është qenia më e qelbur në këtë planet. Njeriu bën çdo gjë e bën për sport. Me fjalë, pjesën kryesore të gjërave e bën për sport, nuk e bën për të mbijetesë. Dhe nëse ndodh një gjë e tillë, gjëja kryesore që njerëzit bëjnë, tregojnë se sa të fortë janë, duke vrarë dhe duke masakruar njerëzit e tjerë. Pra, do dëshiroja një komentin tuaj. E di, e përsëris edhe një herë që dikush nga ju do thotë, po mirë, çfarë thua këto? E di, jam koshient. Po le ta diskutojmë, nuk na kushton asgjë. Ju, çfarë do të bënit në një situatë të tillë? Nëse do fillonte lufta, të mbani mend që aty ku jeni mund të bien granatat, mund të hedhin diçka. Dhe janë vendet e banuara që janë në rrezik kryesisht. Kështu që çfarë do bënit ju? Si do të silleshit? Gjën e parë që do bënit, si do ta bënit dhe sa kohë do shpenzonit për të qenë gati që ta përballoni jetën në vijim. Pres. Ju përqafoj. Hajde, kurajo.